unë mendoj që kjo protest që është produkt i një elite, nuk është produkt i një kauze. Shtu mendoj. Dhe elita realisht do të arruaj një lider, që pajtohem, një lider për të qenë lider edhe pas zgjedhjeve. Dhe kjo është ndoshta natyra e kësaj proteste, se nuk shoh arsye tjetër, se kauza me gjitha të është o elitare o populiste. Këtu kauzë populiste nuk po shoh. Preç. Popull ka shumë. Jo, nuk ka. Se vinë për arsye tjera, vinë për fukarëve. Rregullisht, po unë tash për tash. Moment të cilën ka populizëm nuk po shoh. Them, kjo shumë mirë është sepse duket negative kjo. Po kauzat janë elitiste, populli i jo, në rregull është në kërkesat që keti është e pamjaftueshme që të arrihet një sukses çfarë po mendon. E pamjaftueshme. E dyta që desha me thënë, tha që mediat, gjykatat e të gjitha janë të kapur, apo? Unë mendoj që të gjithë, nëse e shikojmë një kontekst social të cilën e kemi ndërtu na gjithë kemi faj se mediat janë tillë. Nuk mund t'i fajsojmë gjithmonë politikanët se i kanë kapur mediat. Mediat janë produkt i sjelljes së vetë. I njerëzve që e ndërtojnë, që marrin pjesë dhe që e ndërtojnë diskursin. Gjuha jonë, diskursi jonë e ka bërë që politikanët jenë më të fortë se na. Se nëse ne refuzojmë gjithë shka që është e keqe, nëse ne nuk marrim pjesë në diçka që realisht është e kapur... Qose politika... Qose ne themi që politikanët kanë dhe gazetarët s'kanë. Një sistem taksash që do me të shkatru ty. Sistemi taksash nuk mund shkatruat i gjithë sistemi nëse ka njerëz që e mbrojnë. Qose unë përdor politiken, me të shkatru ty ekonomikisht, fajnë e ka vu, se këti, ti do konformosh, jo, bota demokratike është diskutim që nuk hymë. Bako ke dalë kundër Sali Berishës kur i vendosi Gjob Top Channelit. Ka qenë dhe avokatet e doli. Dhe i quajt e formë represionit qëtetin ndaj medias. Tani nuk themu që ka faj Top Channelit se i vuri Gjob Sali Berisha, kupton? Nuk është faj gazetarëve topit. Nëse po do me përdor këto... Jo, po është e vërtet kjo. Unë kam thot diçka tjetër. Apo gaboj të kjo pjesë. Jo, unë kam thot diçka tjetër. Unë nuk kam sulmu Sali Berishën. Nëse Sali Berisha argumenton se Top Channel i ka ik taksave, është mirë që e ka qu inspektorë. Po si të argumentoj, me gjykatat që i kontrollon pushteti, me kontrollin tatimor që i kontrollon pushteti, në këtë po themi pra se tu si në Suedi. Tani nuk do flasim sikur kemi nga planet tjetër batonësh. Po jo, nuk po thonë... Nuk do flasim nga sikur jenë, ti e di shumë mirë, se që dim në të gjithë si kontrollohen media tut është. Apo jo? E kam qartë. E dim për të shtë. Dhe gjyqtori si kontrollohet dhe gjitha si kontrollohet. Se na jem pa faj në këtë? Po nuk thot njeri që s'kemi faj, mos e po mos kishim faj. Nuk ishim këtu në dy pozicionet kundërta në të dy. Media nuk mund të jetë krejtësisht e pavarur anë do mbaj. Por do të mbaj anë politike. Po këta në varësim... Qëndrimi politik është diçka tjetër nga anë gjithë. Gravitacionale të paras, pa. Por, po thosha, të kjo e batonit, çështja e suksesit ose jo të opozitës, kjo është çështja e opozitës. Avokati tha gjë shumë sakt. Amerikanët tha jam me më të fortë. Negociojmë me më të fortin, bëjmë marrëveshje me më të fortin. Unë nuk di kush është më i fortë. Prandaj thash që kjo protestë që ka nisur ta mbaroj. Prandaj thash ta mbaroj një sekondë. Thjesht për ta mbaroj, po jo më se nuk kemi kundër parimeve, se këtë e dim që amerikanët ndjekin parime. Është demokrati.